partije, të ftuar kemi zotrin Niç Krasniqi. Zotri Krasniqi, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjej, përshëndetje për gjithë shikuesit. Një fushatë e ashpër realisht, po bëhet nga të gjitha partitë politike. Si po shkon? Keni dalë në takime me qytetarët, po i bashkoheni zonjës Osmani dhe zotrit Abigjiku në platformën e tyre Hajde Folim, apo edhe në tubimet cilat tashmë ka nisur partia? Të gjitha nga pak, fushata është e ashpër, faktikisht ashpërsia nuk është ndalur tash një vit e diçka, që Kosova gjendet në një fushat permanente, me akuza kundër akuza, dhe ka parti që po kujtesen që ose po provojnë që këtë fushat dhe përditshmërinë tonë politike ta sjellin në normalitetin përmbajtësor të bisedës, në formën e ofertës për shtetin, për ndërtimin e shtetit, për zhvillimin e shtetit, për ofrimin e mirëqenies për qytetar. Është lidhja demokratike e Kosovës? Kjo ka qenë lidhja demokratike për fillimit. Ka pasur shumë kritika ndjetëshme ndërpres, megjithatë nuk pas të bënë sens në sistem këta. Ka pasur shumë kritika për mënyrën se si LDK është qasur kësaj radhe në fushatë. Në këtë para fushate kam fjallën. Me akuza të presidentës Osmani, karshi lëvizjes vendose, madje ka pas të tillë që kanë thënë se kjo e dëmton shumë lidhjen demokratike të Kosovës, pasi zonja Osmani pothuajse në secilin takim me qytetarët kanë numëruar dhe në paraqitjet e saj televizive kanë numëruar me 10 gjërat cilat i ka thënë për kryeministrin Kurti, të cilat ka konsideruar të rrezikshme për Kosovën, dhe vetëm tani në fushat po i tregon, është kritikuar shumë për këtë çështje dhe është thënë se ndoshta mund ta dëmtojë LDK. Nuk e konsideroni një gjë të tillë? Çështja janë dy tema. Çështja e dëmton e vërteta LDK-n, ajo nuk duhet të jetë çështje e debatit zgjedhor. Do të thonë e vërteta duhet të jetë e pranishme edhe në opinion edhe për qytetarët. Përballja aktuale politike nuk ka të bëjë me akuza kundër akuza, po ka të bëjë me tregimin e një të vërtete, që ka të bëjë me tregimin e orientimit të Kosovës në politikën e jashtme. Mund ta hapim si bisedë parë, pse në këto 5 vite është shumë një pikpyetje e madhe cilat orientime i ka marrë kjo qeverisje në politikat e jashtme. Mund ta ngris këtë temë të parën, edhe ta dokumentoj edhe nga këndvështrimi im, pse është një problem i madh dhe pse presidenti Osmani duhet t'i tregojë këto të vërteta, për të pa qytetarët se nuk bëhet fjalë vetëm për... A nuk duhet t'i kishte thënë më herët? Jo, po në rregull është shumë e vërtetë ajo që po thoni, është shumë mirë që e thotë të vërtetën e saj, gjithsesi. Megjithatë, është pak, po them, ndryshe kur bëhet nga një ish presidente, nga një njeri që ka qenë në bashkëpunim me kryeministrin Kurti, të cilin tani po e konsideron të rrezikshëm. Dhe mos reagimi i saj në atë kohë kur i ka pasur gjitha këto informacione, kjo pastaj e bën ndryshe nga një njeri i cili nuk do të kishte qenë në bashkëpunim dhe do t'i dinte këto të vërteta dhe do t'i shpaloste. Po e marr me nga gjithë jeta veprimtaria ime kam qëndrimin që t'i thjeshtoj gjanat. Unë i kam pas situata ndryshme debateve politike në studiot televizive, edhe ka pas situata ku on tensionu biseda, ka shku drejt të ofendimet, kërcënimet, ka pas studio ku ka pas edhe përplasje fizike. Mirë po, edhe ju këtu në studio e durani një debatus deri në një mas. Edhe nuk i tregani vrejtjet e tjerat, po përpiqeni ta normalizoni relacionin, bashkëpunimin e tjera. Edhe kjo situata e marrëdhënieve prezident-qeveri ka pas përplasjet e veta të cilat me shumë të drejtë nuk janë shfaqur në publik, sepse është pjesë një kornize. Mirë po ka një moment ku qëndrimet orientuese të dy grupimeve qeveritare, dy mendësive, një është shtetformuese, shtetndërtuese, tjetra është përqarse, përjashtuese, e cila nuk don me askënd të bashkëpunojë në institucionet e Kosovës, edhe ka ardhur ai momenti që duhet të kalohet, domethënë kjo kornizë nuk tolerohet më. Kjo është njëna pikë. Pika e parë është si post oficial presidencës i ka kufizimet e veta të paraqitjes, po i ka dhe mundësitë e reagimit pa opinion. Tash, pasi që presidentja nuk e ka mundësinë e veprimit si presidente, po është në fushat zgjedhore, e vetmja formë e kundërshtimit është përmes opinionit. Prandaj është plotësisht e arsyeshme që kështu është pozicionu përplasja
dy koncepteve. Veç ta përmbyllit cila përplasja. Përplasja është shtetet mike që na kanë ndihmu për çlirimin, në fakt për shpëtimin e vendit tonë nga gjenocidi, çlirimin, ndërtimin e shtetit, pavarësinë e tjera, janë të fillu pej Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe vendet tjera të Evropës, po ka dhe shtete edhe në Evropë dhe jashtë Evropë që nuk e pranojnë shtetin e Kosovës si shtet të pavarur, ka dhe që kanë kundërshtu luftën tanë edhe politike edhe ushtarake për liri e pavarësi, edhe tash ti identifikojmë cilat janë ato shtete. Në radhë parë nuk na nje Spanja, nuk na nje as Greqia, nuk na nje as Brazili. Pra do më thonë Sanchezi, Mitsotakisi, Lula i Brazilit. Edhe kryeministri jonë aktual, me detyrë që është, ka qenë në Barcelona dhe ka dhënë deklaratën në prezent të atij grupimi politik që ne duhet të bëjmë bashkë të rrëzojmë qeveritë të gjata në për vendet e ndryshme të botës, sepse ata nuk bën të drejtojnë geopolitikën. Po cilat janë ato vende që kanë qeveri të gjata? Është pikërisht Amerika, është Gjermania, është Austria, është Italia, të gjitha ato që na njohin si shtet na kanë ndihmuar në liri e pavarësi. Prandaj çështja e orientimit të politikave tona të jashtme është shumë vendimtare që të konsiderohet si çështje e posteve apo bisedave këtu lokale. Edhe ka një adresë që orientimin e Kosovës qysh para 37 vjetëve i ka dhënë adresimin e duhur, e ka nxirr nga bloku monist, ka qenë LDK-ja e para të 89-ën që ka bën një parti demokratike në gjithë blokun socialist. Edhe në ish Jugosllavi ka qenë e para parti politike që ka pas orientim propërendimor euroatlantik, edhe me këto vija orientime edhe sot e kësaj dite i gëzojmë këtë liri e pavarësi që ne këtu të mund të flasim për demokraci. Edhe kjo rrugë duhet të forcohet, edhe kjo demokraci, edhe kjo liri që kemë duhet jetë funksionale për zhvillimin e shtetit e jo për përplasje mrena mes veti, edhe jo për kthim të mendësisë të internacionales komuniste, në mrena të cilës kemë qenë me disa dekada, por të rubruar. Do më thonë, është çështje shumë më e madhe se sa një temë e një presidente me një takim elektoral. Zotëratniqi, Blen. Fokusohemi pak tek ju. Pse vendosët të bashkoheshit në këtë garë të jashtëzakonshme zgjedhore, sepse këto nuk janë në fakt zgjedhje normale, janë zgjedhje të jashtëzakonshme, dhe ju garoni me numrin 98, thatë se ka një simbolik para pak çastesh. Po, simbolika është shumë domethënëse për mua, sepse në 98-ën ka filluar ndryshimi praktik i gjithë situatës në Kosovë, ka qenë fillimi i largimit të pushtuesit dhe robruesit tonë, domethënë pushtetit slavo-komunist edhe Serbisë, edhe si këtë arritjet e madhe e kemi nisë edhe kemi në 98-ën dhe kemi realizuar 2008-ën. Edhe në momentin aktual, edhe atëherë kam qenë aktiv, në forma tjera, ndërsa në këtë momentin aktual po u kërku që të jem aktiv në formën e një kandidat për deputet, anëtarë në deputet i Kuvendit Kosovës. Edhe simbolika është që me këtë aktivizim të asjelim një ndryshim politik nga mendësia e ndarjeve, përqarjeve dhe edhe akuzat të ndërsjellë të mendësia bashkëpunimit, edhe për shtetë formim dhe shtetë ndërtim, sepse kom qenë edhe kolegë me ju 3 vite kom raportu për besidimet e Vjenës, kom qenë në secilin takim, i akredituar për të raportuar për zhvillimet atje. Mund të referoj, sepse gjithmonë e kom pas një qëndrim bipartijak, shumë kanë qenë unik partit që kanë ardhur atje, të gjitha kanë qenë me mendësi shtendërtuese në binarin që kanë ndërtuar LDK-ja të 89-ën, pa marrë parasysh cilat betejë kanë bërë politike partijake kur janë kthyer në Kosovë. Edhe sot kemi nevojë për një bashkëpunim të tillë, me secilën parti që don të bashkëpunoj. Nuk do të thonë që lëvizja vendosë nuk ka vend në këtë logjik, mirë po duhet të bëjë disa ndryshime për ta pas vendin edhe adresën në blokun e partive shtetëndërtuese. Në kohën kur ne ndërtonim pavarësinë në besidimet e Vjenës, pikërisht vendosja ditë me deklarata se krejt procesi i besimeve të Vjenës është i rrajshëm, me akuza dhe ndaj prezidentit Bush, që për mashtron Kosovën, edhe ne nuk do ta kemi kur pavarësinë. Ka ndodhur pikërisht e kundërta, edhe nga ai pozicionim vetëvendosja duhet gjithsesi të largohet për të qenë pjesë e shtendërtimit të Kosovës. Megjithatë ju nuk e përjashtoni mundësitë. Kur tham ju e kam fjalën për lidhjen demokratike të Kosovës, pra për një bashkëpunim të mundshëm
me kryeministrin Kurti. Arsyeja pse e shtroj pyetjen kështu është sepse ish presidenti Osmani, tashmë bartësi e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, po e konsideron Kurtin si të rrezikshëm për shtetin. Dhe në këtë kontekst edhe shtrej pyetjen, në rast se duhet të bashkëpunosh me dikë që është i rrezikshëm. E para, lëvizjen vetëvendosjen nuk e konsideroj pronë të dikuj, qoftë edhe të Albin Kurtit. E dyta, ndëgjova, duke pritur radhën të hyjë në emisionin, ndëgjova debatin e kaluam. Problemi në këtë opinion aktual, në narrativin që për kultivan pikrisht edhe vetëvendosja dega parë edhe PSD-ja dega dytë, është që për marrin konstante qëndrimin e vetëvendosjes në krye me Albin Kurtin si pa ndryshueshëm, si absolute. Kjo nuk ekziston. Do të thonë, edhe vetëvendosja duhet të trajtohet si një organizim i cili din të ngritet edhe të pjeket me kalimin e kohës. Nëse ajo do me mbetë rigide, natyrisht se ka vendin në bashkëpunim. Mirë po është qëndrimi jam i personal, se një organizat e cila përfaqëson aktualisht numrin më të madh të qytetarëve, unë besoj në qytetarët, në besimin e tyre në momentet e zhvillimeve historike që ata dinë se cila është rruga, domethënë e zhvillimit të Kosovës gjithmonë është me bashkëpunim. Nëse vetëvendosja vazhdon ta ngurcoj pozicionin e vetë preashtu deri televizja, deri te thënia që do t'i zhdukim parti tjera, ajo do t'a preashtoj vetveten, sepse populli nuk don që të zhduken partitë që kanë ndërtuar shtetin, që kultivojnë mendsinë shtetformuese, shtetndërtuese, nuk do të kenë qytetarë që shkojnë me votu parti që dojnë me shu shtetndërtimin. Prandaj ata do të hinë më një qorsokak, e ftesa e mënyra që të ndryshojnë ata duhet jetë e hapun sepse është për të mirën e qytetarëve. Nuk është konstante e qëndrueshme absolute që duhet ta pranojmë na, qëndrimi që vetëvendosja është e pandryshueshme, sepse është për të keqen e vendit nëse kemi një parti politike që është e pandryshueshme me mendësi të nënës parti të para 50-60 viteve. Ra në vesh çështja të cilën ju i krahasuat dega 1 dhe dega 2. Pse e bët këta? Kur janë dy partitë të ndryshme dhe e dim se PSD-ja ka dalur, të gjithë ata që janë në PSD dhe kandidatët për deputet tani kanë dalur nga lëvizja vetëvendosje, duke formuar një parti tjetër. Pra i bie që nuk janë të njëjtë. Janë të njëjtë në formën se si e kanë formuar atë mendësi ose pamendësi politike që përfaqësojnë. Kanë kaluar për të njëjtat shkolla apo akademi politike, kanë të njëjtën formë të veprimit politik, kanë formën e ligjërimit e kanë akuzues destruktiv, përjashtues, edhe kur dalin në skenën politike kanë të njëjtën spektër të adresimit. Ndërsa për aktualitetin duhet të veçohet, kështu të fokusohet që në asnjë vend nuk bëhet garë opozita për ta kritikuar dhe përjashtu opozitën tjetër. Në një emision, 1 orë gjys, një përfaqësues i kësaj partie folë se si duhet ta ndrojmë opozitën, thuti me pozitën të gjithat i kemi për smiri. A njëjtën kohë thotë ne do të jemi atër opozita e vërtet ndaj pushtetit. Kur? Pse nëse duhet të ndrohet pushteti, po do me ndru njëherë opozitën? Në fakt, është vetëm dega e dytë e cila është aktivizuar për ta mbrojtur degën e parë. Po, sepse edhe Frashë Krasniqi, cilën e patëm para pak minutash këtu në studio, tha se dhe kritikoi faktin që partitë opozitare, PDK-ja dhe LDK-ja, pranojnë bashkëpunim pastaj me Kurtin, gjithsesi e përmendi edhe zonjën Osmani, tha se si mund të pranoj bashkëpunim me Kurtin kur e konsideron të rrezikshëm dhe ka deklarata të ashpra ndaj tij. Kjo pamendësi, në fakt, ka burime të thella. Vetëvendosja ka pas një moment kritik në pak para shpallës pavarësisë Kosovës, e cila me një pamendësi të tillë ka pas bathirjet që mos shkohet në zgjedhjet e reja, të vitin 2007. Edhe ka qenë rreziku shumë i madh që ne të mesim i pak u vend sikur jemi tash, mos më pas kush me shpall pavarësinë. Kjo është një pamendësi që ka thellësi, edhe nuk ka rrugdalje për asnjë temë. Kjo ka vetëm thellim të kundërshtimeve që po na shkojnë deri në shoqëri, deri në familje.
nuk ka logjik që ta kundërshtojsh një pushtet se me thirrjet e narrativin që nuk po qeverisë si duhet, duke kërkuar që ta largojmë krejt opozitën nga aty. Do më thonë, këto janë narrativa dëmshme, cilat janë në fakt aktualisht janë ndërtu prej frikës që po rritet LDK-ja. Nëse marrim narracionin që paraqet PSD-ja, jo vetëm personin që e cituat, po në të gjitha emisionet që pe kanë mundësin me dalë, ka vetëm një adresë të sunme, është LDK-ja. Kanë shku edhe para selis LDK-s me bo protesta, thuti, aty është kryeministria. Nështë edhe kanë drejt, aty do tjetë kryeministria ashme. Mirë po duhet me pritë edhe një 2-3 javë, le të vinë protestojnë më sëndaj aty. Metet për të parë. Me gjitha të, Dërentina, të lutem. Pikrish, desha të diskutoj pak edhe për juve, zotri Krasniqi, në rast se merrni mbështetjen e nevojshme për të qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës, cilat do të jenë iniciativat që do t'i shtyni përpara? Çështjet për cilat do të luftoni në Kuvendin e Kosovës? Kam plot iniciativa, më varet për minutazhit që e marr. Puna ime parë në Austri ka qenë ngritja e bashkëpunimit të komunitetit tonë me Parlamentin Austriak. Më kanë bërë 30 diçka vite të bashkëpunimit me Parlamentin Austriak, me deputetat aty, cilët gjatë fushatave zgjedhore atje i kujdesim që t'jam mbledhin votat me qëllim që mësanet përfaqësojnë kërkesat tona me iniciativa parlamentare që janë kriju atje, model që do t'a bi këtu, atje kom rri me bari njohen diplomat e Universitetit Prishtinës në kohën e shtetësisë, kom pas iniciativat e ndryshme, tash ka përkrahje kundër një iniciative që një parti që është spektrit ta quaj ashtu ekstremet gjast, ajo ka ngrit një iniciativë për tërheqjen e njohjes Kosovës. Unë kam iniciativën me parlamentarë tjerë që e kanë kundërshtu ata, do më thonë, është një punë e vazhdueshme, cilën më kanë bërë 3 dekada përvoje, kështu që kur të vi në Parlamentin e Kosovës do të kam iniciativa konkrete, ose 2 për i përmeni se ashtu edhe për një vetën si përfaqësues e Mërgatës, do të kam iniciativa detaljume për pozicionimin e dallimit në mes Mërgatës dhe diasporës, sepse juridikisht nuk është e njëjta. Prej pozicionit juridik varen të drejta tona, edhe jo vetëm me procesin e votimit, po drejta me pronësi e tjera. E dyta që do të ngriti si iniciativë është edhe me qeveri, po atëherë nëse e marrim pajtimin e qeverisë, duhet të kemi mbështetjen ligjore. Ideja ime është që të ngritim një agencion të menaxhimit të migrimit, sepse ne nuk mund të kufizojmë dikuj daljen nga Kosova, mirë po mund të ndihmojmë që dalja të jetë ashtu e kombinuar që ta stimulon edhe kthimin, qoftë fizik, qoftë intelektual, qoftë ekonomik. Këtë punë e kom bërë me vite, menaxhimin e migrimit në qeverinë e Vjenës aty, edhe kam përvojat e komuniteteve ndryshme se si e menaxhojnë këtë punë. E kam zhvilluar një model që cili mund të marrë shprehje për komunitetin në shoqërinë tonë, për shtetin e Kosovës, po edhe më gjerë për shqiptarët. Ato do ta prezantoj, posa të më japet rasti, edhe do të kërkoj bashkëpunimin e gjithë deputetëve, prandaj e thirrri edhe bëj thirrje për logjikën, mendsinë shtet formuese, shtet ndërtuese ku gjej bashkëpunëtor të secila parti. Edhe në kuadrin e vendosjes ka persona që kanë këtë logjik, mirë po për momentin nuk vinë shprehje. Zotri Krasniqi, në anën tjetër, me qenë se po e përmendni diasporën, të diskutojmë edhe pak për atë se një pjesë e konsiderueshme e votave të Mërgatës vjen e kanë fjalën në zgjedhjet e fundit, kanë qenë në përkrahje të lëvizjes vendose. Si që ndron LDK-ja sot në rrethin e diasporës, pra cili është reagimi, feedbacku që e merrni nga ta për të zgjedhje të jashtëzakonshme? Unë më të referoj në detale për disponimin e diasporës në Austri, ku është shumë më shumë në favor të LDK-s se sa zgjedhjet e kaluara. Mund të flas edhe se si është situata në Gjermani dhe në Zvicër, po pak a shumë njëjti zhvillim është edhe në vende tjera. Mirë po, sa i përket votës e diasporës, duhet të bëhen të qarta 2 gjëra. Ka një pjesë e madhe qytetarëve që fare nuk marrin pjesë në regjistrim, as në votim. Mandej ka një pjesë e qytetarëve që marrin pjesë rregullisht në regjistrim dhe votim, edhe këtu tash duhet të paraqitet pyetja cilët janë këta, kjo pjesë e vogël e qytetarëve, nëse marrim që dikun 1.200.000 qytetarë të Kosovës jetojnë jashtë, e ne shohim se 120.000 dikun regjistrohen. Domethënë është një shumë e vogël.
Edhe këta tani diferencohen bazë të qasjeve që i kanë përmes institucione, përmes partisë edhe përmes narracionit, rrjeteve sociale. Në gjedhë e kalume, në 3-4 parë gjedhët e fundit, ma shumë i ka mobilizu lëvizja vetëvendosje, përmes këtyre reformave, mirë po këtu do t'i veçoj 2 gjona. Ka një ligj që ka sjell kjo qeveri, që e kufizon numrin e qytetarëve që mujnë me votu në për konsulata edhe ambasada. Unë nga praktika e përditshme edhe ju bëj ftesë së cilit përfaqësim nga qeveria dhe nga partia vetëvendosje që të dalim ta debatojmë se si kontrollohet sa kush nga ato 1000 vete merr vendin për me votu në konsulata dhe ambasada. Prandaj mund ta them haptës në media që duhet qeveria ardhshme, e cila do të vjen, duhet ta shqyrtoj këtë mekanizëm pse në ambasada dhe konsulata ka numra të votimit për partinë në pushtet deri në 90%. Do të thonë nuk është kjo paraqitja ose përkraja që jep diaspora, po është forma që është arrit me kufizimin e 1000 persona për objekt që kontrollon kush e merr drejtën me votu. E dyta është mësandej kontrollimi i votës me post, përpara vota me post është dërgu drejt për drejt në KQZ, tash kjo qeveri me ligjin e ri ka mundësu disa stacione të reja, të cilat duhet të shqyrtohen ajo në mundësi për interferim në votat, në letrat që dërgohen. Edhe kjo është çështje që duhet ndërtuar, do të thonë nuk po duhet ta ngrihet si akuzë, po duhet ta ngrihet si pyetje. Prandaj ky ligj i ri ka kriju mundësi të reja të tjetërsimit të votës. Nuk kem pas nevojë ta ngritim numrin e vota prej 5 në 10, sepse po vështirësohet procesi i kontrollit të votës. Unë personalisht jam udhëtar i votës, një qytetar një vot, po ato duhet merret dakordimi i gjithë partive për ta normalizu procesin e votimit të zgjedhjeve që të kemi efikase edhe të sakta. E qartë, Zotri Krasniqi, të falenderojmë shumë që ishe sot në studion e Mesditës, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ishte ime. Faleminderit edhe një herë për kohën, ndërkaq ne